Ministri i Drejtësisë Toni Gogu ka prezantuar në Komisionin e Ligjeve projekt ligjin për amnistin penale, duke theksuar se përfituesit kryesor do të jenë të dënuarit për vepra me rrezikshmëri më të ulët, ndërsa nga kjo masë do të përjashtohen kategorisht personat e dënuar për korrupsion, krim të organizuar dhe veprat penale që hetohen nga strukturat e posaçme antikorrupsion. Sipas ministrit, projekt ligji parashikon lirimin e menjëhershëm të 380 personave, që aktualisht vuajnë dënimin në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, ndërsa rreth 900 të dënuar të tjerë do të përfitojnë ulje të dënimit. Ai nënvizoi se amnistia është hartuar duke respektuar standardet ligjore dhe duke ruajtur një qasje të kujdesshme ndaj sigurisë publike. 380 persona fitojnë lirim të menjëhershëm nga ky projekt ligj që ne kemi sjell, ndërkohë që 900 persona përfitojnë ulje të dënimit dhe 0 persona, e theksoj, 0 persona të dënuar për korrupsion, për krim të organizuar dhe për çështje që janë në kompetencë të strukturave të posaçme antikorrupsion dhe të dënuar nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, GKKO, përfitojnë nga kjo amnisti. Pra, askush që është në jurisdiksionin e SPAK-ut dhe GKKO-s nuk përfiton nga kjo amnisti. Ky projekt ligj nuk e toleron krimin, por ky projekt ligj dallon qartazi me saktësi juridike dhe me ndërgjegje shoqërore mes personit që vazhdon të përbëj rrezik për shoqërinë dhe duhet të vuajë dënimin, të vazhdojë ta vuajë dënimin në institucionet e vuajtjes dënimit dhe atij personi që shteti vlerëson se është përmbushur qëllimi i dënimit dhe nevojitet të rehabilitohet, të rikthehet në shoqëri. Ky ligj nuk shuan asnjë të drejtë civile të viktimës. Pra, amnistia prek marrëdhënien mes shtetit dhe autorit të veprës penale. Ndërkohë që e drejta e viktimës për dëmshpërblim mbetet e plot dhe e pacënuar, ky është edhe thelbi i nenit 7 të projekt ligjit. Projekt ligji për amnistin pritet të shqyrtohet mëtej në komisionet parlamentare përpara se të kalojë për votim në seancën plenare.